Përshëndetje të gjithëve, nderuar zoti rektor, nderuar profesor Jau, të nderuar përfaqësues të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, të nderuar pedagog, të dashur student. E prita me shumë kënaqësi ftesën e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, të cilin dua të falenderoj pasi në këto 3 vite në drejtim të SPAK kemi patur një marrëdhënie të ndërtuar jo vetëm mbi baza bashkëpunimi, por kemi çmuar dhe vlerësuar njëri tjetrin, SPAK dhe Komiteti Shqiptar të Helsinkit, edhe kur kemi menduar ndryshe, kemi mirëpritur kritikat e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, të cilat kanë qenë të shumta dhe në shumë raste me vend, dhe jemi përpjekur pastaj të reflektojmë në punën tonë të përditshme dhe të ndryshojmë edhe ne për mirë. Është kënaqësi dhe përgjegjësi e madhe të jem në këtë aktivitet, ku në qendër janë studentët që përfaqësojnë energjinë, forcën e ndryshimit dhe potencialin për ndryshime pozitive që i duhen vendit tonë. Fjalët kanë peshë. Kur flasim për integritet dhe përgjegjësi, ato duhet të jenë në themel të një shoqërie të drejtë, të barabartë, me institucione që funksionojnë. Nëse flasim për korrupsionin, ai është një fenomen që na gryen në mënyrë të heshtur, na bën të humbim shpresën dhe krijon një realitet ku talenti dhe puna e palodhur janë të pavlera dhe përparimi është i mjerrgullt. Korrupsioni nuk është thjesht shkelje e ligjit, është shkelje e të drejtave të njerëzit, besimit të publikut, cënim i dinjitetit të qytetarëve. Lufta kundër këtij fenomeni nuk është vetëm detyrë e institucionit që drejtoi SPAK-ut, por e gjithë shoqërisë. Nëse refuzohet ky realitet, atëherë një herësh brenda jush do të gjeni edhe forcën për ta përmirësuar. Për të kthyer pak tek puna e SPAK, gjatë këtyre 6 vite të para, jemi përpjekur që veç punës sonë hetimore të ndihmojmë edhe në ngritjen dhe konsolidimin e institucionit. Zhvillimi dhe konsolidimi i institucionit ka kaluar përmes pengesave të shumta. Kemi filluar një numër i kufizuar prokurorësh, në mungesë të byros kombëtare të hetimit, por nuk u dekurajuam, vazhduam para. Sot mund të flasim për një strukturë funksionale me përbërje të plotë të numrit të prokurorëve, 20 prokurorë, të ndarë në 2 seksione, seksioni kundër krimit të organizuar e terrorizmit dhe seksioni kundër korrupsionit, me 60 hetues të byros kombëtare të hetimit, dhe ata të ndarë në 2 seksione, seksioni kundër korrupsionit dhe sektori kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Gjithashtu kemi edhe një mini seksion për realizimin e përgjimeve në qendrën tonë të përgjimeve atje në SPAK. Kemi funksional sektorin e hetimit financiar. Objektivi i punës tyre është identifikimi me qëllim sekuestrimi dhe konfiskimi të produkteve të veprës penale, dhe tashmë mund të themi se SPAK është në funksionalitet të plotë. Procesi rigoros i përzgjedhjes së prokurorëve, hetuesve të byros kombëtare të hetimit, hetuesve financiar, si dhe procesi i përzgjedhjes edhe i administratës ka dhënë edhe rezultatet apo dhe efektet pozitive në ndërtimin e strukturës. Në vetëm 6 vite në funksionim, SPAK ka arritur të zbatojë në praktik parimin se askush nuk është mbi ligjin. Siç besoj edhe jeni në deni, SPAK ka ngritur akuza në drejtim të zyrtarëve të nivelit të lartë publik, të zyrtarëve të nivelit të mesëm, nga funksionarët më të lartë të shtetit deri tek funksionarët e nivelit të mesëm dhe të nivelit të ulët. Gjithashtu, SPAK ka ngritur akuza edhe ndaj kryetarëve të bashkive, prefektëve, kundra gjyqtarëve, prokurorëve, të gjitha niveleve, funksionarëve të lartë të policisë së shtetit, sekretarë të përgjithshëm, drejtorish, dhe nga ky numër zyrtarësh të nivelit të lartë, nivelit mesëm, nivelit të ulët, më shumë se 50% të tyre tashmë janë në një vendim fajësie të formës së prerë. Por
50% të tjetër, 50% tjetër, disa prej tyre janë në gjykim, dhe patjetër duhet presim vendimet gjyqësore, si dhe një pjesë tjetër janë në hetim. Këto rezultate tregojnë që SPAK ka dhënë shenja se është i aftë të vërë para përgjegjësisë penale çdo funksionar pavarësisht pushtetit politik, fuqisë ekonomike apo financiare që ai i zotron. Patjetër nuk është e lehtë, e vështirë, por jo e pamundur. Dhe që të flasim për sukses, duhet të presim patjetër vendimet e fajësisë së gjykatës, por ashtu si thash, edhe këto vendime fajësie tashmë kanë ardhur, 50% e zyrtarëve të lartë të dërguar për gjykim tashmë janë me vendim fajësie të formës së prerë, ku përfshihen ministra, ish-ministra, kryetar bashkish, gjyqtar gjykatës lartë apo gjykatës kushtetuese, gjyqtar të niveleve të apelit, të shkallës parë, prokuror të gjitha shkallëve, gjithashtu prokuror të në rang të drejtues prokuroria apo dhe prokuror çështje në jurisdiksionin e përgjithshëm të shkallës së parë. Për të mos lënë pa përmendur këtu edhe një drejtim tjetër që ka SPAK, megjithëse sot jemi për korrupsionin, por si institucion ne kemi edhe një prioritet tjetër, lufta kundër krimit të organizuar. Dhe edhe në këtë drejtim, SPAK në këto vite ka treguar që është në gjendje të vërë para përgjegjësisë penale, grupet e strukturuara kriminale, organizata kriminale, të cilët paraqesin rrezikshmëri shoqërore shumë të madhe, jo vetëm për vendin tonë, por edhe për vende të tjera, qoftë në Bashkimin Evropian apo dhe te Bashkimit Evropian, në rajon apo dhe në vende të tjera që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian. Siç ne kemi konstatuar në hetimet tona, kemi vënë re ndërthurje të krimit të organizuar me korrupsionin, me funksionar të lartë të cilët ose i shërbejnë organizatave kriminale në formën e korruptimit prej tyre, por ka patur raste kur kemi proceduar zyrtar të nivelit të lartë edhe si antar të organizatave kriminale. Sfidat kanë qenë të shumta, sepse edhe hetimi i tyre kërkon kohë, kërkon teknologji, pasi tashmë jemi larguar nga hetimi, nga përdorimi i metodave klasike apo metodave tradicionale të hetimit. Tani është nevojshme që pothuajse në çdo hetim duhet të përdoren mjete dhe teknika speciale hetimi. Patjetër ato duhen alternuar edhe metodat tradicionale të hetimit. Por nëse si institucion nuk keni dispozicion mjete dhe teknologji të përshtatshme për të hetuar, rezultatet do të mungonin. Në vite, institucioni ka investuar edhe në këtë drejtim dhe falë përdorimit të këtyre mjeteve dhe teknikave të hetimit, rezultatet janë konkrete dhe të prekshme, si në luftën kundër korrupsionit, ashtu edhe në luftën kundër krimit të organizuar. Nga ana tjetër, nuk mund lëm pa përmendur edhe punën e bërë në drejtim të sekuestrimit të produkteve të veprës penale, ku në vite është sekuestruar dhe konfiskuar një shumë e konsiderueshme, diku te 300 milion euro, dhe diversiteti i aseteve të sekuestruara është shumë i larmishëm, pa lënë pa përmendur këtu edhe sekuestrim dhe konfiskim të produkteve të veprës penale që ju përkasin subjekteve të cilët janë akuzuar për veprën penale të korrupsionit. Roli i SPAK ka ndihmuar Shqipërinë në përparimin e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, të përmirësojë gjithashtu rezultatin e Shqipërisë me 5 pikë në indeksin global të korrupsionit për vitin 2024 në Transparency International. Por, pavarësisht punës institucioneve, dyshimi vërtet fillon nga ndërgjegjja e secili prej nesh, nga zgjedhjet që bëjmë në jetën e përditshme, nga mënyra si sillemi në punë, në komunitet, por edhe në ambientet universitare. Kthehem sërish dy fjalëve që përmenda edhe në fillim: integritet dhe përgjegjësi. Integriteti reflekton karakterin ton, është aftësia për të bërë gjën e duhur, pa na parë askush. Kjo është mosha kur integriteti farkëtohet dhe zëri juaj bën një honë.
Përgjegjësia nga ana tjetër është ta shohësh veten si pjesë të një shoqërie dhe të kontribuosh pozitivisht, duke marrë parasysh të gjitha sfidat. Sot Shqipëria ka më shumë mekanizma ligjor për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin, ku përfshihet dhe mbrojtja e sinjalizuesve dhe numri instrumenteve në dispozicion për të luftuar korrupsionin është më shumë se ndonjëherë më parë. Por këta mekanizma nuk kanë vlerë nëse nuk përdoren, nuk kanë forcë nëse ju apo qytetarët heshtin. Zëri juaj është më i fuqishëm kur shoqërohet me veprim, kur merrni pjesë në nisma qytetare, kur kërkoni transparencë, kur mbroni gjithashtu dhe vlerat. Shqipëria ka nevojë për pedagog të ndershëm, për mjek që nuk marrin rishfet, për ekonomistë që punojnë me ndeshmëri, për gjyqtar, prokuror, avokat që respektojnë ligjin, për gazetarë që raportojnë të vërtetën pa kompromis, për mësues që edukojnë me pasion, për politikanë që nuk e shohin pushtetin si privilegj, por si përgjegjësi. Le ta përdorim këtë sesion si një moment tjetër ndërgjegjësimi, për të vendosur një standard ku korrupsioni nuk tolerohet, por luftohet, ku integriteti nuk është përjashtim, por normë. Falenderoj edhe njëherë përfaqësuesit e Komitetit Shqiptar të Helsinkit dhe mikprisëve të Universitetit Aleksandar Mojsiu për ftesën dhe organizimin e këtij. Sfidat kanë qenë të shumta, nga më të ndryshmet. Fillimisht unë e përmenda pak në fjalën time. Fillimisht nga na është dashur të përballemi me mungesën e sfida dhe të vështirësitë bashkë, në mungesën e burimeve njerëzore. Dhe duke mos padur dhe burime njerëzore, ne nuk kishim vështirësi për të adresuar që kur krijuam të sfidë shumë të madhe që ishte lufta kundër korrupsionit. Hetimi i këtyre veprave është shumë i vështirë. Veprat me natyrë korruptive janë veprat penale më të vështira për tu hetuar. Këtë e them nga përvoja, edhe nga përvoja ime si prokuror, më është dhënë mundësia të jetoj edhe vepra penale që lidhen me krimin organizuar, por edhe vepra penale me natyrë korruptive. Dhe janë të vështira edhe për faktin se autorët e veprave penale përgjithsisht janë njerëz të arsimuar, njerëz të cilët kanë një nivel intelektual të mbi nivelin e mesëm intelektual dhe në shumicën e rasteve përpiqen të gjejnë pikërisht këto hapësira ligjore dhe përfitojnë nga këto hapësira ligjore për t'i përdorur në funksion të kërkimit, marrjes apo pranimit të përfitimit të parregullt. Gjithashtu, sfidë tjetër ishte edhe të përballosh edhe presionin gjithmonë në rritje që vinte edhe nga publiku, por edhe nga autorët e veprave penale, të cilët përpatjetër përfaqësojnë pushtet politik në realitet. Por jemi përpjekur ta menaxhojmë ditë pas dite. Prokuroria e posaçme ka një trup prokurorësh, të cilët kanë eksperiencë të madhe, me integritet dhe duke punuar në grup, duke komunikuar me njëri tjetrin, ju kemi bërë ballë këtyre sfidave që linin gjatë procesit e hetimit apo dhe të gjykimit të subjekteve të akuzuar për vepra penale me natyrë korruptike, profili lart po flasim. Sa i takon nevojës për ndryshime apo reforma me sa mbajta mend të tjera në adresë të institucionit. Nga pikpamja, kjo është një vlerësimi imi, nga pikpamja e legjislacionit, vlerësoj se legjislacioni aktual është shumë i mirë për të adresuar luftën kundër korrupsionit. Për të ardhur tek SPAK, korniza institucionale dhe kushtetuese aktuale dhe ligjet e dala në bazë dhe për zbatim të kushtetutës që lidhen drejt për drejt me SPAK, është atil sa garanton një pavarësi të institucionit, gjithashtu garanton edhe vijimsinë e tij. I vetmi shqetësim i cili është bërë publik
edhe në daljet e mia të mëparshme, sidomos në raportimet në Këshillin Lart Prokurorisë apo edhe në Kuvend, ka të bëjë me mandatin e prokurorëve të posaçëm, i cili është 9 vjeçar dhe pa të drejtë rikandidimi pas përfundimit të këtij afati 9 vjeçar. Shpresojmë që të gjejë zgjidhje dhe ky shqetësim, por unë e kam adresuar në mënyrë të përsëritur që në momentin që kam marrë postin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme, për shumë arsye kam argumentuar në mënyrë të përsëritur pse duhet që t'ju jepet mundësia prokurorëve të posaçëm që në përfundim të mandatit 9 vjeçar të them është kjo, që prokuroria e posaçme tashmë është një institucion e përmenda, është një institucion i konsoliduar, gjithashtu ka maturinë e duhur, prokurorët kanë integritetin e duhur, profesionalizmin e nevojshëm dhe këto janë garancit që mua më bëjnë shumë optimist për të ardhmen e institucionit. Vlerësoj se ardhmja e institucionit do jetë e mirë, shumë e mirë. Tani, sa i takon pyetjes së parë, unë e përmenda pak, por tani duhet të flas si në emër të institucionit dhe presioni politik ndaj prokurorisë së posaçme, prokurorëve të posaçëm ka qenë publik, besoj edhe ju e keni dëgjuar në media se pjesë e këtij realiteti jeni, ka qenë shpesht, por prokurorët e posaçëm kanë pjekurinë, profesionalizmin, integritetin e duhur për t'i përballuar këto presione. Dhe patjetër nuk na vjen mirë që ndeshemi para këtyre presione publike, politike, nuk na vjen mirë, por është detyra jonë t'i përballojmë këto presione. Dhe të mos ndikohemi në vendimarrjen tonë nga presionet politike gjatë veprimtarisë sonë. Dhe unë vlerësoj se s'pak, po ja ka arritur të rezistoj presioneve politike dhe prokurorët e posaçëm kanë hetuar të pandikuar nga këto presione, por kanë patur si guid ligjin dhe provat. Dhe vlerësoj që prokurorët e posaçëm kanë dhënë vërtet prova në këtë drejtim. Sa i takon bërjes publike të hetimeve, unë nuk e di ku e keni ju, domethënë çfarë keni ju në mendjen tuaj kur bëni këtë pyetje, por hetimet, faza e hetimeve paraprak është sekret. Hetimet janë sekrete dhe dhe do vazhdojnë të jenë sekrete sako që prokurori i çështjes vlerëson se nuk ka asgjë për ndarë me medien apo me publikun deri në momentin kur vlerëson që sekreti duhet të prevaloj në raport me interesin e publikut për informacion. Unë jam një prokuror si gjithë prokurorët e tjerë të Unë jam një prokuror si gjithë prokurorët e tjerë të posaçëm, të cilit ju dha mundësia në vitin 2022 të drejtojë këtë institucion. Kushdo prej nesh mund ta drejtonte këtë institucion edhe 2022-shin, por edhe tani në vitin 2025. Ka qenë vërtet nder për mua të drejtoj institucionin në këto 3 vite, shumë intensive, shumë të vrullshme, besoj edhe ju e keni ndjekur, por jo tani si drejtues, por unë të tillë kam ndërtuar karrierën time, që nga dita e parë që kam futur këmbët në sistemin e prokurorisë dhe jam një vit në vitin e 26 si prokuror dhe një vit kam punuar dhe oficer i policisë gjyqësore dhe kam ushtruar detyrën, ata që më njohin e din shumë mirë që kur kam filluar oficer i policisë gjyqësore, gjithmonë i pavarur, kam refuzuar gjithmonë çdo ndërhyrje, kam dhënë mundësinë të ndërhyj kush në punën time, kam respektuar bindjen time të brendshme, gjithashtu
janë përpjekur të qëndroj besnik ligjit dhe provave. Dhe besoj edhe këto vite si drejtuesi i prokurisë së posaçme kam dhënë prova se ky është karakteri im dhe kështu jam formuar unë në vite. Nuk do i privojmë nga pyetjet, le të bëjmë dhe tjera, s'ka problem. Tani, unë e thash edhe në fjalën time që korrupsioni është një fenomen, një plagë që i prek të gjithë institucionet. Duhet ta filloj nga prokuroria. Fatkeqësisht na është dashur që të vëmë para përgjegjësisë penale kolegët tanë, prokurorë. Madje edhe që mund të kemi patur dhe marrëdhënie shoqërore me ta. Po kjo është detyra jonë dhe këtë kemi bërë, kemi zbatuar detyrën. Gjyqtar. Dhe për të ardhur tek policia, patjetër. Në kaq vite, në 6 vite s'pak besoj numri i policëve të hetuar për korrupsion apo edhe për vepra tjera penale është mbi 70. Mbi 70. Dhe fatkeqësisht në hetimet tona kemi vënë re që kemi patur funksionarë të lartë policie, të cilët janë, madje edhe janë deklaruar fajtorë së fundi si pjesëtarë të organizatave kriminale apo të grupeve struktura kriminale. Janë marrë të pandehur si antarë të grupeve struktura kriminale apo organizatave kriminale. Por, thash, nuk janë vetë policia, e fillova nga prokuroria, edhe gjyqtarë, madje, ne kemi një çështje ku një gjyqtari është atribuar dhe vepra penale e pjesëmarrjes në organizat kriminale. Por policia e shtetit, patjetër, pavarësisht kësaj pjese e cila na ka rezultuar e implikuar në vepra penale, policia e shtetit në masën absolute, patjetër, janë djemë dhe vajza, të cilët janë të përkushtuar në punën e tyre dhe meritojnë vetëm respekt. Dhe institucioni ynë ka bashkëpunuar dhe vazhdon të bashkëpunojë përditë me policinë e shtetit në hetimin e çështjeve të ndryshme që ne trajtojmë. Në momentin që ne si institucion kemi vlerësuar që duhet të bëhen ndryshimet e nevojshme kushtetuese dhe ligjore për dhënien mundësi të rikandidimit të prokurorëve pas marrimit të afatit në 9 vjeçar kemi patur kemi pasur parasysh disa gjëra. Për shembull, ndoshta keni dëgjuar edhe të tjera, por në vitin 2028, në 19 dhjetor 2028, mbaron mandati në të njëjtën kohë mandati i 8 ose 9 prokurorëve të posaçëm. Brenda vitit 2026 mbaron mandati i 4 dhe 5 të tjerëve. Që do thotë pothuajse brenda një viti 11 prokurorë të posaçëm apo 12 prokurorë të posaçëm nuk do jenë më pjesë e atij kolektivi. Dhe ne vlerësojmë se krijohet një boshllok shumë i madh. E dyta është që për këta prokurorë të posaçëm në këta 9 vite është investuar shumë nga shteti shqiptar, nga partnerët ndërkombëtar, si për ngritjen e tyre profesionale, por edhe për në drejtim të integritetit të tyre, në drejtim të përballimit të sfidave. Dhe vlerësoj që sërish largimi i këtyre prokurorëve do silte anomali në veprimtarinë e institucionit. Nga ana tjetër, për të ardhur tek prokurorët vetë, tani nuk është normale që një prokuror karriere, sepse ne konsiderojmë prokuror karriere, siç thash, për cilët kanë investuar shumë institucione, përfshirë dhe ata ndërkombëtar, përvoja e tyre fituar në këto vite të mos vlerësohet, por ata pastaj të shkojnë pa dashur të gjykoj prokurorët e jurisdiksionit përgjithshëm, për cilët duhet respektin maksimal për secilin prej tyre, sepse ata kanë sfidat e tyre dhe përballjet e tyre, por vlerësoj se në Shqipëria nuk e ka luksin që të largoj prokuror të cilët janë profesionistë me integritet dhe kanë treguar me punën e tyre në vite. Dhe e dyta, e fundit në saktë, është kjo. Ne nuk kemi kërkuar rinovim automatik mandati. Ne
kemi kërkuar si institucion dhënien mundësi për të rikandiduar. Rikandidimi është i hapur, mund vi dhe një prokurorisë jurisdiksionit përgjithshëm dhe secili prej prokurorëve të posaçëm, të cilëve ju marrën mandati dhe kanë dëshirë të kandidojnë, se ka edhe prej atyre që s'kanë dëshirë të rikandidojnë për një mandat të dytë 9 vjeçar. Dhënje mundësi. Dhe tjetra është kjo. Ju e dini, gjyqtarët e posaçëm nuk kanë mandat. Ata nuk kanë mandat, ata janë gjithjetën gjyqtarë të posaçëm. Ose derisa të ekzistojnë gjykatat e posaçme. Kurse prokurorët e posaçëm kanë një mandat 9 vjeçar. Jo, nuk e shoh ashtu. Ashtu është menduar në atë kohë, nuk dua të gjykoj se kanë bërë me hila apo jo. Ashtu është menduar në atë kohë dhe nuk dua të gjykoj se është menduar në atë kohë. Por ne kemi dalë në këtë propozim konkret, pasi kemi shqyrtuar gjithë veprimtarinë e institucionit në kaq vite dhe ne vlerësojmë që duhet t'u jepet mundësia. Pastaj është çështje e ligjvëndësisë.